Ja dola të shpëtoja. Ti dhe fëmia jot në bark do jeni mirë. Nata po binte mbi harqet e thepisura të Alpeve të Shqipërisë me një egërsi që vetëm njerëzit e atyre anëve e njihnin. Ishte fundi i nëntorit, një kohë kur vjeshta dorëzohej brenda pak orësh dhe dimri zinte vend me fshikullima dëbore e mjegull që të verbonte syt. Genci po kthehej drejt fshatit të tij të lindjes, një vendbanim i vogël i izoluar me shkëmbinive. Pasi kishte kaluar një ditë të gjatë dhe raskapit se në pyll duke bërë dru për dimrin e egër që po afronte. Ishte një burr rreth të 40-tave, me trupin e lidhur si lisi nga puna e rënd fizike, me duar të bëra kallo nga sëpata dhe me një fytyrë të rrahur nga era e mpret e veriut. Sytë e tij, gjithmonë të mpret e të vëmendshëm, kishin parë shumë stuhje rreziqe në ato male, por asgjë nuk e kishte përgatitur për atë që do të sillte ajo natë. Rruga kryesore automobilistike, ajo krahinore që lidhte fshatrat e thella me qytetin e vogël rreth malit, ishte bllokuar prej 3 ditësh. Një shembje masive dhe rash, inertesh dhe shkëmbinisht të shkëputur nga lartësitë, kishte zënë rrugën plotësisht, duke i lënë banorët të izoluar nga bota. Makineritë e bashkisë ende nuk kishin mbërritur, ndaj e vetmja mënyrë që Gencit i kishte mbetur për t'u kthyer pranë familjes ishte shtegu i vjetër i dhive. Ky ishte një shteg legjendash të vjetra, i ngushtë sa për të shkelur vetëm një këmbë, që gjarpëronte rrezikshëm mes greminave të thella dhe shkëmbinjve të zhveshur. Ishte një rrugë ku madje edhe kafshët e ngarkuara e kishin të vështirë të mbanin ekuilibrin, dhe ku vendasit kalonin vetëm në raste emergjencash absolute. Era filloi të ulerinte me më shumë furi përmes grykave të maleve, duke sjell me vete kristale të imta e gjakftohta dëbore që të piqnin lëkurën. Genci shpejtoi hapin sa mundi, duke shtrënguar gjaketën e tij të trashë të mushamas pas trupit dhe duke u mbështetur te një shkop i fortë druri që e përdorte për ekuilibër. Nata tashmë kishte rënë plotësisht dhe errësira ishte aq e dëndur sa dukej sikur mund ta prekje me dorë. Ndërsa po kalonte pra një ktese veçanërisht të rrezikshme, ku shkëmbi formonte një lloj strehe apo zgavre natyrale të mbrojtur paksa nga era, diçka e bëri të ndalonte në vend. Genci kishte dëgjuar lloj-lloj zhurmash në mal, nga ulërimat e ujqërve e deri te kërcitjet e degëve në mpeshën e dëborës, por kjo zhurmë ishte ndryshe. Ishte një rënkim i mbytur, i dobët, një zë njeriu që fitej me vështirësi të madhe midis fshfërimës së egër të pemëve dhe ulërimës së stuhisë. Ai ngriu në vend, duke mbajtur frymën për të dëgjuar më mirë. Për një moment mendoi se mos ishte ndonjë lojë e erës që përplasej pas shkëmbinjve, por rënkimi u përsërit, këtë herë më i qartë, i mbushur me një dhimbje të thellë e të pashpresë. Me zemrën që filloi t'i rrihte më shpejt, ai ndezi elektrikun e dorës. Drita e zbehtë dhe baterisë mezi e çante mjegullën e dendur që kishte nisur të zbriste si një vello e bardhë mbi mal. Genci e drejtoi rrezen e dritës drejt zgavrës së errët të shkëmbit, dhe ajo që pa aty bëri që gjaku t'i ngrinte në vena. Mbi tokën e ftohtë, të lagur nga shiu dhe e mbuluar me disa gjethe të thata, ishte shtrirë një grua e re. Ishte e mbështjell me një xhaketë të hollë që ishte krejtësisht e pamjaftueshme për t'i bërë ballë asaj nate vdekjeprurse. Ajo që e tronditi më shumë Gencin ishte barku i saj i madh dhe i rumbullakosur. Ajo ishte shtatzën, në muajt e fundit të saj. Fytyra e gruas ishte zbehtë si gipsi. Buzët i ishin bërë ngjyrë mavi nga i ftohti i madh, dhe sytë e saj ishin të mbushur me lot frike dhe dhimbjeje. Ajo po përjetonte kontraksione të forta. Uji i barës i kishte shpërthyer dhe dhimbjet e lindjes e kishin zënë në mes të atij shtegu të izoluar, ndërsa po përpiqej të shkonte në qytet përpara se stuhia ta bllokonte plotësisht. Genci u gjunjëzua me një herë pranë saj në balt, pa pyetur për pantallonat që ju lagën në çast. Ia preku ballin me dorën e tij të trash. Ajo ishte e ngrirë akull dhe po dridhej në mënyrë të pakontrollueshme nga hipotermia. Më ndihmo, pëshpëriti ajo me një zë që mezi doli nga fyti i saj i tharë. Me një lëvizje të dëshpëruar, ajo kapi fort mëngën e gjaketës së Gencit, sikur po kapet pas fijes së fundit të shpëtimit në këtë botë. Foshnja, po vjen, nuk kam më fuqi të bëj asnjë hap. Më lini këtu të vdes. Vetëm shpëtoni fëmijën tim. Në ato pak sekonda,
Në kokën e Gencit kaluan si vetim 1000 mendime dhe skenar, secili më i zi se tjetri. Sinjali i telefonit celular në atë humner të thellë midis dy maleve ishte absolutisht zero. Aparati i tij ishte thjesht një copë plastike e padobishme në xhep. Të qëndronte aty me të dhe të priste, deri në mëngjes do të thoshte t'i dënonte të dy, nënën dhe fëmijën e palindur, me vdekje të sigurt nga i ftohti. Të linte gruan vetëm për të vrapuar drejt fshatit për të kërkuar ndihmë apo për të gjetur ndonjë mjet transporti ishte gjithashtu një çmenduri. Ajo nuk do t'i mbjetonte asnjë ore tjetër vetëm në ato dhimbje tronditëse dhe në atë temperaturë nën zero. Spitali i qytetit ishte përtej malit, të paktën 2 orë e gjysmë larg në këmbë në kushte normale. E lëre më në për një teren ku çdo shkëmbi ishte i lagur dhe çdo hap i gabuar të hidhte direkt në gremin. Genci mori një frymëmarrje të thellë, mbylli syt për një moment për të mbledhur gjithë forcën e tij mendore dhe mori vendimin. E dinte se po merrte përsipër një përgjegjësi mbi njerëzore, por nuk kishte zgjedhje tjetër. Dëgjo mua me vëmendje, i tha ai me një zë të ngrohtë, të qetë, por që kishte një prerje të fortë, duke u përpjekur me çdo kusht të fsheh panikun që po i kaplonte shpirtin. Unë nuk të lëkëtu vetëm. Ti dhe ai fëmijë do të jetoni, ma dëgjo fjalën. Por tani duhet të bëhesh e fortë, më e fortë se ky mal. Do të ngjitesh mbi kurrizin tim, do të mbahesh fort pas qafës sime dhe nuk do të më lëshosh për asnjë sekond derisa të shohim dritat e spitalit. A më dëgjon? Gruaja pohoi lehtë me kokë, duke mbledhur grimcat e fundit të vullnetit të saj. Genci u kthye me shpinë nga ajo, u ult merrsisht poshtë në gjunjë dhe i kaloi duart pas për të kapur këmbët e saj. Me një kujdes ekstrem, duke pasur frikë të madhe se mos bënte ndonjë lëvizje të gabuar që mund të dëmtonte barkun e saj apo të provokonte ndonjë gjë më të rëndë, ai e tërhoqi gruan mbi supet e veta. Pesha e saj, e shtuar jashtëzakonisht shumë nga muajt e fundit të shtatzënisë dhe rrobat e lagura, ju rëndua menjëherë mbi kurriz sikur të ishte një thas i madh me plumb. Genci shtrëngoi krahët fort rreth këmbëve të saj, bëri një sforcim të madh me muskujt e kofshëve dhe u ngrit në këmbë. Trupi i tij lëvizi lehtë nga pesha e papritur, por ai e stabilizoi veten duke u mbështetur te shkopi i drurit. Aty, në atë sekond, nisi ajo që do të mbetej si betejë më e egër dhe më e gjatë e jetës së tij. Çdo hap që bënte ishte një kalkulim i saktë matematikologjik mes jetës dhe vdekjes. Tereni nën këmbët e tij ishte një kurth i vërtetë. Balta e rëshqitshme dhe guralecët lëviznin nën peshën e dy fish që mbante shpina e tij. Pas gjysmë ore marshimi të pandërprer, shiu që deri atëherë kishte qenë i imët, filloi të bjerë me gjyma e me një furi të papar, duke kthyer shtegun e ngushtë në një lumë të vogël dhe të rrezikshëm balte. Gencit filloi t'i rrithte djersa e nxehtë në përballë e faqe, duke u përzier me pikat e akullta të shiut që i arrinin fytyrën si gjemba. Supet dhe pjesa e poshtme e shpinës filluan t'i piheshin dhe t'i mpiheshin nga pesha, ndërsa mes fshikullave të erës dëgjonte britmat e mbytura të gruas pas shpinës së tij. Sa herë që një kontraksion i ri dhe më i fortë e godiste atë, ajo shtrëngohej pas qafës së Gencit me aq fortë sa pothuajse i andalonte frymëmarrjen. Edhe pak u bë, mbahu, jemi afër. Përsëriste Genci me zë të lartë çdo disa minuta. Ishte një gënjeshtër e madhe, sepse ai e dinte mirë që ishin ende larg, por kishte nevojë ta thoshte atë fjali për të mashtruar trupin e tij që po fillonte të jepte shenja dorëzimi, si dhe për t'i dhënë një rreze shprese asaj nëne. Në gjysmë të rrugës, në një kthes veçanërisht të ngushtë ku shtegu kalonte fare pranë një rënje vertikale prej 10 metrash, këmba e djathtë e Gencit rëshiti mbi një gur të lëmuar nga uji. Për një fraksion sekonde, trupi i tij u anua rrezikshëm drejt greminës së errët. Zemra i bëri një rrahje aq të fortë sa i doli pothuajse në fyt. Në atë moment kritik, ku shumica e njerëzve do të kishin humbur toruan, instinkti mbijetesës dhe ai kodi i pashkruar e i lashtë i malsorit shqiptar. Se jeta e tjetrit që të është besuar në rrugën tënde, është gjëja më e shenjtë mbi tokë. Bën që ai të reagonte me një shpejtësi të habitshme. Ai hodhi gjithë forcën e mbetur të trupit tek këmba e majt, duke u përplasur qëllimisht pas shkëmbit të madh në anën tjetër për të ndaluar rënjen.
u gjako skeq në krahun e majt dhe në bëryl, rrobat ju grisën, por nuk ra. E mbajti ekuilibrin. Nuk dorëzohemi, nuk kemi rrugë tjetër, përshpëriti ai me dhëmbët e shtrënguar fort, aq sa ndjeu shijen e gjakut në gojë nga presioni. Shpina tani po i digjej sikur dikush t'i kishte hedhur prush të ndezur mbi mish, dhe gjunjët po i dridheshin nga sforcimi mbi njerëzor. Nuk mund të ndalonte as për një minutë të vetme për të marrë frymëmarrje apo për të pushuar, sepse trupi i gruas pas tij po bëhej gjithnjë e më i lëshuar, dhe ai e dinte se çdo sekonde humbur mund të ishte fatale për foshnjën që po përpiqej të vinte në jetë. Kaloi 1 orë, pastaj 2 orë që në mendjen e tyre u dukën si një amshim i tmerrshëm dhe pafund. Gruaja pas tij tashmë nuk kishte më as fuqi të bërtiste apo të rënkonte me zë të lartë. Ajo vetëm çante lehtë me dënes, me lotët që i rridhnin mbi qafën e ngrohtë të Gencit, dhe mbante kokën e saj të rëndë të mbështetur pas shpatullës së tij. Genci ndjente rrahjet e shpejta të zemrës së saj, dhe kjo gjë i jepte forcë për të hedhur hapin tjetër, e pastaj hapin tjetër. Kur shpresa po fillonte të fitej edhe në sytë e vet Gencit, dhe kur mendonte se trupi i tij do të shembej në tokë pa pasur mundësi të ngrihej më, shtegu i malit filloi të ulej gradualisht. Përtej mjegullës që po shpërndahej paksa nga era, larg në horizont, u shfaqën dritat e para të zbeta të qytetit të vogël. Ishte një pamje magjike, një pamje që i dha një val të dytë adrenaline dhe force të pabesueshme, sikur një energji e re të kishte vërshuar në gjakun e tij. Ai nuk i kalkulonte më hapat me aq frikë. Thjesht filloi të vraponte, duke tërhequr këmbët e mpir me sa fuqi që i kishte mbetur në atë trup të dërmuar. Kur ka përceu dyert e mëdha prej xhamit të urgjencës së spitalit të qytetit, Genci dukej si një fantazm apo një qenie e dal nga thellësitë e pyllit të egër. Ishte i mbytur në djersë të ftohtë, i mbuluar nga balta e zezë e malit nga kokat e këmbët, me krahun e gjakosur që i rrithte ende dhe me rrobat e grisura që i vareshin mbi trup. Ndihmë, ju lutem, një mjek menjëherë, thiri ai me një zë të ngjirur, që doli si një gurgullim e mbytur nga fyti i tij i tharë. Infermierët e rojes dhe mjeku ginekolog vrapuan menjëherë drejt tij, duke shtyrë një barel metalike. Me shumë kujdes dhe profesionalizëm, ata e zbritën gruan e re nga kurrizi i Gencit. Në atë moment, sapo pesha u largua nga supet e tij, gjunjët e Gencit thjesht dhan rrugë, dhe ai u shem në gjunjë mbi pllakat e ftohta e të bardha të korridorit të spitalit. Trupi i tij nuk mbante më asnjë peshë as të vetën. Duart i dridheshin aq shumë nga sforcimi i zgjatur saq nuk mundi do ta mbante gotën e ujit që një infermiere e sjellshme i zgjati me shpejtësi për ta ndihmuar. E morën gruan me urgjencë të madhe drejt sallës së operacioneve dhe lindjes. Genci mbeti aty, i ulur në një karrige të thjesht plastike në korridorin e qetë. Ai qëndroi për një kohë të gjatë pa lëvizur, duke dëgjuar zhurmat e largëta të aparaturave mjekësore, hapat e shpejtë të infermiereve dhe rrahjet e veta të zemrës që po ktheheshin ngadalë në ritmin normal. Shpina dhe kofshët i dhimbnin tmerrsisht. Çdo muskull i trupit po i digjej, por mendjen dhe shpirtin e kishte vetëm te ajo nënë e re dhe te fëmia e saj. Pas rreth 2 orësh të gjata pritjeje të ankthshme, dyert e rënda të sallës u hapën me një zhurmë të lehtë. Mjeku doli jashtë duke fshirë ballin me një robë të bardhë, hoqi maskën kirurgjikale dhe kur pa Gencin që u ngrit menjëherë në këmbë pavarësisht dhimbjeve, një buzëqeshje e gjerë dhe ngrohtë i u shfaq në fytyrë. Ai përparoi drejt tij me hapa të sigurt, i zgjati dorën dhe ja shtrëngoi atë fort, me një respekt që rallëherë shihej te një mjek me përvojë. Nuk e di se si a dolët mban ta sillnit në këtë gjendje dhe në për atë shteg të mallkuar mali. Mik, tha mjeku me një zë që dridhej paksa nga admirimi i pastër. Por po të kishit vonuar edhe 15 apo 20 minuta të tjera, i ftohti i madh dhe komplikacionet e rënda të lindjes, do t'i kishim marrë të dy në botën tjetër. Ti ke bërë një mrekulli të vërtet sonte, je një hero me zorë. Nëna është plotësisht jashtë rrezikut për jetën, dhe sapo solli në jetë një djalë të shëndetshëm si kokra e mollës. Të dy janë mirë fal teje. Genci la një frymëmarrje të thellë dhe të gjatë i shpëtonte nga gjoksi. Një frymëmarrje që dukej se nxirrte jashtë gjithë peshën, tmerrin dhe tensionin e grumbulluar gjatë asaj nate të gjatë. Ai fshiu me dorën e tij baltën e mbetur në faqe,
Hodhi një vështrim të gjatë nga dritarja e madhe e korridorit ku masivi i zi i malit dukej ende i egër dhe kërcënues në errësirë, dhe pëshpëriti me një buzëqeshje të lehtë e plot çlirim. Mali është i forti, doktor, e di gjithë bota këtë gjë, por jera e njeriut dhe shpirti i shqiptarit qenë kanë edhe më të fortë se ai.